Përshëndetje të dashur fëmijë dhe mirë se vini në emisionin tonë të sotëm. Si çdo herë, edhe sot kemi dy mysafirë shumë të talentuar, dy fëmijë, Klejda Bashotën dhe Lorek Gjonajn, të cilët vijnë nga komuna e Klinës. Ata kanë një përvojë shumë të këndshme me këndimin dhe kanë marrë pjesë në aktivitete të ndryshme dhe festivale muzikore. Me zërin e tyre të ngrohtë dhe energjinë shumë të këndshme, ata çdo herë krijojnë një atmosferë shumë të bukur për të gjithë ata që i ndjekin aktivitetet e tyre muzikore. Me ta do të diskutojmë rreth këndimit, për sfidat dhe përvojat që ata kanë hasur gjatë këtyre viteve që kanë kënduar. Andaj, për më shumë, ju ftoj që ta ndiqni bisedën në vijim. Përshëndetje. Përshëndetje. A mund të na prezantoni? Po, së pari faleminderit për ftesën. Është kënaqësi që të jemi pjesë e emisionit tuaj. Unë quhem Klejda Bashota, jam 15 vjeçare. Shkollën fillore kam përfunduar në shkollën Ismet Raci në Klinë, edhe tani vijoj mësimet në shkollën e mesme Luiç Grakuqi. Unë quhem Lorek Gjokaj, jam në shkollën Shtefan Gjëqovi në Zllakoçan. Klejda, që sa vite keni filluar të këndoni? Unë kam fillu me këndu, që kur kam qenë shumë e vogël, po ma seriozisht më marrë me muzikë në moshën 9 vjeçare, ku prindrit ma kanë zbulu talentin, por nuk kanë qenë të sigurt dhe më kanë dërgu në kursin e muzikës Prima me profesor Rasim Gashi, të cilin e përshëndes edhe e falenderoj për përkrahjen edhe mundin që e bën për të gjithë neve. Në cilat vende keni marrë pjesë në festivalet deri më tani? Unë kam marrë pjesë në festivalet ndryshme, në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoni, edhe këtë vit kam marrë pjesë edhe në Gjermani, edhe në Amerikë, edhe tani jam duke i pritur ftesën edhe për shtetet e tjera, Romani edhe Francë. Kam marrë pjesë në Kosovë dhe në Maqedoni. Lorek, a të pëlqen të merresh pjesë në për festivalet ndryshme? Mua më pëlqen të marr pjesë edhe në gjitha festivalet që bëhen në të gjitha shtetet. Klejda, cili ka qenë festivali më i veçantë për ty dhe pse? Festivali më i veçantë për mua ka qenë festivali në Gjermani, që ka qenë një festival garus, ku edhe kom fitu çmimin Rising Star. Kam qenë shumë e lumtur kur mu është ofru ftesa për me marrë pjesë, edhe unë kam shikueshmëri në Instagram edhe më kanë edhe më kanë ftu profesoresha Yasemin Karabina nga shkolla Mehmet Akif, të cilën e përshëndes edhe falenderoj shumë që ka besu në mua, më kanë përzgjedh për me përfaqësu Kosovën. Lorek, si ndihesh para se të dalësh në skenë? A ke emocione? Unë ndihem i frikësuar edhe i emocionuar shumë, sepse është hera e parë që dash. Klejda, kush të ka mbështetur më së shumti gjatë rrugtimit tënd muzikor? Më së shumti më kanë mbështet prindrit, të cilëve jam shumë falenderuese. Ata nuk më kanë mbështet vetëm në muzikë, po më kanë mbështet edhe në fusha të tjera të jetës. Përveç prindërve, i falenderoj edhe profesorin Rasim, edhe profesoreshën Yasemin, që kanë besuar në mua edhe më kanë mbështet. A ushtrojeni shumë para se të keni ndonjë festivale kështu? Mua zakonisht nuk kam nevojë me ushtru shumë, se mi kap këngët ma shpejt edhe bëj me shumë dëshirë këtë pjesë, nuk më vjen vështirësi, nuk kam vështirësi mësoj shumë shpejt. E thonë mi kap koqa shpejt, ma duhet mi ushtru puna se mi kap edhe notat, nuk më vjen as mu vështirësi shumë. Cilat lloje të këngëve ju pëlqejnë më së shumti? Mua më pëlqejnë të gjitha zhanret e muzikës, po më së shumti më pëlqen muzika e vjetër shqipe, këngët e Voçës Zelës, e Nezhmie Pagarushës e tyre. Lorek, a ke ndonjë këngëtar që e merr si shembull dhe si frymëzim? Marr Bareshën sepse i ka disa nota shumë të larta dhe mu nuk më përshtatet, ama o da shumë më ushtru kur të shami këndu. Mua më pëlqejnë, si që thash, Nezhmie Pagarusha, Voçës Zela, por më pëlqejnë edhe Dua Lipa dhe Rita Ora shumë.
Cili ka qenë momenti më i bukur në skenë për ju të dy? Për mua, momenti më i bukur në skenë ka qenë kur e kom fitu çmimin Rising Star në Gjermani, pasi që zëri edhe talenti im ka arritë që me u ndëgju edhe me u vlerësu nga juria profesionale që kanë qenë nga shtetet të ndryshme të botës. Ka qenë kur në Maqedoni, Kumanov, kena fitu dhe me thonë edhe me motrën 2 çmime edhe o kanë shembull për mu. Si arrini t'i balanconi detyrat dhe obligimet e shkollës me festivalet? Unë e organizoj kohën, ma shumë prioritet i jap shkollës se sa këndimit. Me këndim merrna ma shumë kohën e lirë, ndërsa gjatë tërë ditës ma shumë me shkollë. Unë kur vi nga shkolla, s'pari baj njëherë detyrat, atër pastaj merrem me muzikë. Cila lëndë ju pëlqen më së shumti në shkollë dhe pse? Lënda që më pëlqen mas shumti, normalisht është muzika, edhe më pëlqen shumë biologjia, sepse kam dëshirë me ditë se si funksionon bota. Mua me pëlqen matematika sepse është një lëndë shumë e rëndësishme dhe duhet që të mos të harrojmë gjithë jetën. Po, a merrni pjesë në aktivitetet që organizon shkolla juve? Po, unë tash jam në gjimnaz, ma herët kam marrë pjesë te shkolla fillore, Ismet Raci, gjitha koncertet që i ka organizu. Marrë pjesë edhe në koncertet që i organizon pra kursi muzikës, edhe tash në gjimnaz, kohën e fundit ku marrë pjesë në akademinë përkujtimore për Luiç Grakuçi. Edhe unë marrë në çdo pjesë, do më thonë, çdo pjesë që është 17 shkurti, 28 nëntori, marrë pjesë për këndim. A ju keni kënduar ndonjëherë me simdhënësve apo shokëve të klasës në shkollë? Po, më ka ndodhur shpesh herë që me i këndu, edhe këtë e bëj jo vetëm për shokë edhe për mësimdhënës, po edhe për çdo kënd tjetër që ka dëshirë me më dëgju me shumë kënaqësi. Edhe unë, do më thonë, kur kur ka qenë ora muzikës, unë e kam këndu mas mirë që unë e kam mujt, po edhe kur ka razilja pushimit të shkurt për mësues, unë e nxënësat i kam këndu. Klejta, a ke ndonjë synim të madh për muzikën e të ardhmen? Në të ardhmen, kam dëshirë që të bëhem një këngëtare madhe, e famshme, edhe një dëshirë e imja që kur kam qenë e vogël, është që me marrë pjesë në Eurovision. Lorek, a dëshiron të vazhdosh me këndim edhe kur të rritesh? Po, kam dëshirë, kam dëshirë edhe të bëj inxhinier, por edhe muzikant. A keni pasur ndonjëherë ndonjë vështirësi gjatë performimit? Jo, nuk më ka ndodhur najherë, se kam shumë vetbesim edhe i kontrolloj emocionet. Në fillimet e mia të para kam pas ma shumë emocione dhe ma shumë frikë, po duke marrë pjesë në skena të ndryshme edhe duke përfitu përvojë, nuk kam frikë, por kam emocione të gëzimit. Edhe unë kam emocione herën e parë, po atër me kalimin e kohës unë do të thonë çlirohet. Cila është kënga juaj e preferuar sa interpretoni? Mua më pëlqen shumë edhe Albina Kelmendi, kënga që më pëlqen me performu mas shumti është kënga e saj Duje. Duje, si dikur ti duje, a dashni ti roje, sa jetën ti duje, mos e zgjuj me gure, si dikur ti duje, a dashni ti roje, sa jetën ti duje. Janë tunde, veç për një fjallë, janë tunde, tash një kanë janë tunde, e kanë arru se kanë një shpi sofër me fmi. Mua me pëlqen Valsi Lumtërisë, Baresha dhe shumë këngë tjera. La 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 la
La la la, la la la. Sa knaqësi kur ndigjoj valsin ton në këtë pranver, ai përsëri po nafton të vallëzoj si atëher, bashk me pranverën dhe ti lulëzon, lule plot erë që në shpirt më gjallëron. Valsa, vals një hambi të bukrinë dhe fusha tona i përshkron, ku shprethen jetë e re. La la la, la la la, la la la, la la la. Çfarë ju motivon më shumë që të vazhdoni me muzikën? Më së shumti për me vazhdu me muzikë, u motivojnë njerëzit që më përkrahin, u motivojnë prindrit, edhe të gjithë pra fansat e mi, edhe po ashtu kur performoj në skenë, pas gjitha atyre duart rokitjeve, unë ndihem shumë e lumtur edhe e shoh që i gjithë mundi që e kam bërë, atë paguhet. A mund të japni një mesazh për fund për gjithë fëmijët që po na dëgjojnë dhe po na shikojnë? Po, unë do të doja që të gjithë fëmijët e botës të inkuadrohen në fushën e muzikës, edhe të paktën në kohën e lirë të merren me ndonjë instrument, pasi që sjell qetësi shpirtërore edhe e zhvillon pra pjesën kognitive. Edhe unë do më thonë të gjithë fëmijët të botës që kanë talent në muzikë ose në piano, nuk kam dëshirë që ata më dorëzojnë. Faleminderit që më qeshit sot me ne. Faleminderit juve.